أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ne vazhdojmë inshallah me ligjëratën numër 7 sa i përket leximit edhe komentimit të akidës në Sefije. Herën e kalume neve diskutuam për dy cilësi, për cilësive të cilët i përmendin dietarët kur flasin për Allahun xhalla xhelalu, të cilat i quajtëm sifat selbia ose cilësitë mohuese. Për çfarë arsye mohuese? Për arsye se ata mohojnë diçka e cila nuk duhet t'i atribuohet Allahu xhalla xhelalu. Edhe thamë ata janë 5. Domethënë këta 5 për ata mund të jenë shumë më shumë, por po këta 5 dietarët i kanë përmbledh krit cilësitë mohuese, të cilat mohon se Allahu nuk duhet t'i atribuon këta atribute të cilat mohon ke këta 5 cilësi. Edhe të parën të cilën e lexojmë në ishte el-wahdaniyya, domethënë Allahu është një. Çka do të thotë se mohon se ka më shumë se dy zota. Faktikisht pohon se i vetmi Zot i cili meriton të adhurohet me të vërtetë është Allahu xhalla xhelalu. Cilësinë e dytë, cilën neve e përmendëm, ishte qidem. Allahu është i përhershëm pa fillim edhe për argumente për atë. Edhe nga Kurani, edhe Suneti, po ashtu në argumente logjike. Më pas vazhdojmë të përmendëm edhe beqa. Allahu është i përhershëm pa mbarim. Çka do të thotë se edhe për këtë sillëm argumente. Ajo çka duhet dihet është si rregull bazë se diçka e cila është e përhershme pa fillim, detyrimisht është e përhershme pa mbarim. Për arsye se vetvetiu është ekzistenca e diçkaje e cila është e përhershme pa fillim si qenia Allahu xhalla xhelalu. Për këtë nuk paramendohet se dikush mund t'ia sjellë ta zhbëjë qenin Allahu xhalla xhelalu. Për arsye se ai ekziston vetvetiu pa fillim edhe do ekzistojë vetvetiu pa mbarim. Këta janë dy cilësitë të cilat i përmendëm herën e kalume. Sot inshallah neve do të marrim faktikisht do të lexojmë për cilësinë tjetër, mukhalafatu lil hawadithi, Allahu nuk u përngjan krijesave. Po para se tim ka ajo, është mirë të përsëritet edhe një herë el-wahdaniyya, do të thonë Allahu është një. Për arsye se nëpërmjet kësaj do ta kuptojmë edhe pjesën tjetër cilën do ta lexojmë sot. Kur thomi neve Allahu është një, do t'i kemi parasysh tre sende. Allahu është një sipas qenies, Allahu është një sipas sifateve, cilësive të veta, e Allahu është një sipas veprave. Dalemi ke e para kur thomi Allahu është një sipas qenies. Domethënë wahdaniyatu dhat. Njëshmëria e Allahut në qenien e vet. Kjo përfshin dy sende. E para, e cila e përfshin sa çka themi Allahu është një, domethënë mohon se mund të ketë deni qenie tjetër e cila i përngjason qenies të Allahu xhalla xhelalu. Kur themi Zoti Allahu krijuesi është një sipas qenies, s'pari neve pohojmë se nuk ka tash ndonjë qenie tjetër e cila i përngjan këtë aspekt Allahu xhalla xhelalu. E dyta, është nëse Allahu është një se nuk është i përbërë nga pjesë të tjera, nga pjesë të ndryshme. Domethënë qenia e Allahut është një, është e papërbërë, është e pandar. Ti kemi përmendur në kalume pas i përsëritje edhe sot. E dyta, ne thamë wahdaniyatu sifat, njëshmëria e Allahut në cilësitë e veta. Nga kjo kuptojmë dy sende tjera. E para, kuptojmë se njëshmëria e Allahut në cilësitë e veta do të thonë se secila cilësi të cilën e përmendim ne vet Allahu xhalla xhelalu, çka ja atribojmë Allahu xhalla xhelalu, secila nga këta cilësitë është një. Do të thonë kur themi fuqia e Allahut është një, për arsye se ajo është fuqi e plot e cila nuk shteret, edhe faktikisht nuk ka Allahu nevojë për dëni fuqi të dytë, për arsye se kjo fuqia e parë që ne përmendi është e plot, e cila i kryen gjithë ata të cilët Allahu xhelalu është, domethënë fuqi e plot e cila nuk mangësohet edhe nuk shteret. Domethënë kur themi Allahu është një sipas cilësive, pohojmë se Allahu është një, edhe secila cilësi të cilën ne vetë i përmendim edhe më vonë është një cilësi. E dyta, se po ashtu kur themi se Allahu xhalla xhelalu është një sipas cilësive, atëherë neve pohojmë se këta cilësi takojnë vetëm Allahu xhalla xhelalu dhe askush përveç Allahu xhalla xhelalu nuk ka dhënë cilësi e cila i ngjan kësaj. Për shembull, dituria tek njerëzit nuk i ngjan asesi diturisë të Allahu xhalla xhelalu. Beti edhe aspekti i tretë e cila wahdaniyatu al-af'al është faktikisht njëshmëria në vepra. Domethënë Allahu xhalla xhelalu bën vepra, cilat i takojnë qenies të tij, vepra të cilat janë hyjnore edhe janë faktikisht i ngjajnë qenies të Allahu xhalla xhelalu. Dhe askush prej njerëzve nuk e ka fuqinë të përafrohet njërës për veprave faktikisht cilat Allahu xhalla xhelalu i kryen. Këta janë tre
aspekte të cilat kanë bën me vahdania. Domethënë, kemi të bëjmë me qenin Allahu xhela xhelalu ku në asnjë aspekt të aspekteve nuk i përngjajnë krijesat Allahu xhela xhelalu. Sot konkretisht neve do të flasim për këtë. Çka do të thonë mukhalafatu lil hawadithi, Allahu xhela xhelalu nuk i ngjan faktikisht krijesave, sendeve, të cilat kanë fillim edhe kanë mbarim. Domethënë qeni Allahut është xhela xhelalu është diçka tjetër, edhe komplet krijesat janë faktikisht një realitet tjetër i ekzistencës. Për këtë themi se ekzistenca është dy llojshe. Ekzistencë e pavarur, ekzistenca Allahu xhela xhelalu, edhe ekzistencë e varur e cila ekziston, por po ekziston në sajet vullnetit të Allahu xhela xhelalu. Sot inshallah do lexojmë për disa librave ndryshme, po momentalisht do ta fillojmë me librin e njërit prej doktorëve, prej profesorëve të cilët na kanë dhënë mësim neve në fakultet. Çka thot ai? Thot Allahu laysa kemithli shay. Allahu krijuesi i gjithësisë nuk ka diçka tjetër e cila i përngjan atij. Thot qarrara as-sada al-maturidiyya anna Allah ta'ala mutafarridun fi dhatihi wa sifatihi wa fa'alihi. Kë libra faktikisht ai bëni përmbledhje komplet të akides maturidie. Edhe çka thot në lidhje me këtë temë që neve sot do kërkojmë edhe do mundohemi nxjerrim mësime nga ajo. Çka thot dietarët e maturidinëve e kanë pohu dhe e kanë aprovuar se Allahu xhela xhelalu është i veçuar, është një sipas qenies vet, sipas veprave të veta edhe sipas cilësive të veta. Fa laysa kemithli shay, dhe askush nuk i përngjan Allahu xhela xhelalu. Fa dhatuhu laysat ka dhawatina. Qenia Allahu xhela xhelalu nuk është si qenjet tona, domethënë të krijesave. Wa sifatuhu al-aliyya laysat ka sifatina. Edhe cilësitë të larta, atributet e larta të Allahu xhela xhelalu të pastra, asesi nuk janë si atributet tona të cilat i kemi ne si krijesa. Wa fa'aluhu laysat ka fa'alina. Edhe veprat e Allahu xhela xhelalu nuk u përngjasojnë veprave të cilat i kryen njeriu. Më pas, neve mund ta shohim edhe Imam Ebul Yusr el-Bazzawi, i cili është dietarëve të mëdhenj, kur diskutohet edhe në çështjet e akides, po edhe në çështjet e jurisprudencës islame. Çka thot? Thot qala e kanë një libër e cila quhet Usuluddin, domethënë bazat e besimit. Çka thot? Qala ammatu ahli sunna wal jamaa. Dietarët e përgjithshëm shumica e dietarëve, domethënë ngrit dietarët e ehli sunnetit dhe xhamatit kanë thënë se inna Allaha la yushbihu shay'an. Allahu nuk përngjason me asnjë, domethënë Allahu nuk përngjason me askën tjetër. Wala yushbihuhu shay'un. Po ashtu në Allahut nuk i përngjason asnjë send tjetër. Domethënë këta dy sende do të jenë qarta. Allahu nuk përngjason me krijesat, po edhe krijesat, e cila nën kuptohet vetë nuk përngjasojnë në asnjë aspekt mundshëm me Allahun xhalla xhelalu. Tash inshallah do mundohemi ta lexojmë pjesën e tekstit të Imam Nesefiut, i cili thot, pasi foli për sifatet, domethënë al-wahdaniyya, al-qadim, al-wahid, domethënë Allahu është njëshmëria, al-qadim, i cili është Allahu është i përhershëm pa fillim, i përhershëm pa mbarim, i përmendi edhe disa cilësi tjera, të cilat janë pohuese, të cilat do t'i përmendim neve herë tjetër inshallah bashkërisht. Më pas kalon çka thot? Laysa bi aradin. Allahu thot nuk është veti. Aksident, të cilat i kemi marrë neve kur i kemi përmend fillim aksidenca, të cilat kanë fillim edhe kanë mbarim, të cilat nuk mund të ekzistojnë vetvetiu. Po çdo herë duhet shfaqen diku, si për shembull ngjyra. Ngjyra vetvetiu nuk ekziston, çdo herë shfaqet ke trupat. Domethënë është çdo herë është e varur pi trupit. Domethënë çka të ekzistojë ngjyra, çka neve ta shohim detyrimisht do të shfaqet me dhënë trup, ose era e sendeve. Edhe era e sendeve detyrimisht do të ekzistojë së bashku, do të shfaqet ke ndonjë pi trupave. Ndryshe vetvetiu nuk mund të ekzistojë. Apo lëvizja edhe mos lëvizja. Janë dy faktikisht veti, cilat nuk mund të ekzistojnë vetvetiu. Lëvizja asnjë nuk e shef të lëvizjen si është mbi, është koncept. Ama nuk ekziston vetvetiu. Detyrimisht ne mund të shkojmë telefoni lëviz ose telefoni qëndron. Domethënë çdo e lëvizja dhe mos lëvizja lidhet me trupat. Domethënë Allahu nuk është i tillë. Është i pasur nga kjo. E dyta, wala jism, po ashtu Allahu nuk është trup. Pavarësisht se trupi është i përbërë nga dy e më shumë xhauhera, thelbësor, të cilat përbohet e kemi përmend. Po ashtu, wala xhauherin, po ashtu nuk është edhe xhauher, nuk është edhe themelor, thelbësor nga e cila përbohen më shumë sende. Nëse shohim neve dynjan, kur e kemi analizuar fillim këtë argumentin kozmologjik, kemi thënë se sendet në dynja, çdo send që shohim gjithsesi përbohen nga trupat edhe nga vetit. Edhe trupat ishin dy lloj. Trupi përbër, i cili ishte jism, trup, tamam, edhe trupi i cili ishte i papërbër, ghair murakkab, është thelbësor nga i cili formon trupat. Edhe është komplet nga ta tre cilësit, ta tre koncepte që i përmendëm,
nga cila përbën gjithë sendet në dynja, Allahu është i pastër nga këta. Më pas vazhdon, wala musawwirin, wala mahdudin, wala ma'adun. Po ashtu Allahu xhalla xhelalu nuk ka formë. Ekziston pa formë. Po ashtu Allahu xhalla xhelalu nuk është i kufizuar. Po ashtu Allahu xhalla xhelalu nuk është i numëruar. Wala mutaba'idin. Po ashtu nuk mundet wala mutajazzi'in. Nuk mundet Allahu xhalla xhelalu të ndahet në pjesë. Wala mutarakkibin. Po ashtu Allahu xhalla xhelalu nuk është i përbën nga dy e më shumë, domethënë çka tjetër i plotësim nga dy e më shumë pjesës. Wala mutanahin, i cili është i pa përfundim. Wala yusafu bil mahiyya wala bil kayfiyya. Allahu xhalla xhelalu nuk cilësohet, nuk pyetet se çka është. Por arsye se pyetja çka është, do të diskutohet për sendet cilat neve i shohim, cilat janë lloj, për llojet e sendeve. Allahu nuk është lloj. Për ta dalluar. Neve për shembull kur i shohim 4-5 realitete ndryshme, të cilat neve nuk i dimë themi çka është kjo. Mirpo ajo është brenda llojit. Është një lloj caktuar. Allahu është i pastër nga kjo. Nuk mund të diskutojmë për qenën Allahu xhalla xhelalu, e ne diskutojmë me lloj-llojshmërinë. Po ashtu wala bil kayfiyya. Allahu xhalla xhelalu nuk mund të atribuohet, as nuk mund pyetet kayf. A pyetja domethënë si. Domethënë as nuk mund neve të parashtrojmë rreth realitetit çka është Allahu, se nuk diskutohet për lloj-llojshmërinë që nëse Allahu xhalla xhelalu nuk diskutohet për lloj nuk është cilësia krijesave. Po ashtu wala bil kayfiyya edhe si forma. Edhe nga këta pyetja Allahu xhalla xhelalu është i pastër. Domethënë kjo është teksti i cilin e përmend në pika shkurtë Imam Nesafiut, cilën neve një nga një secilën fjalë piktin vetash do ta studiojmë edhe do ta kemi të qartë. Çka thot profesori jon para se të dalim ka ajo e cila çka thot autori nëse Imam Nesafi thot. Adamu mushabahati haqiqatihi ta'ala li sa'ir al-haqaiq. Thotën e para të cilën do ta dimë neve kur flasim për atë se Allahu është nuk përngjason me krijesat, do ta dimë se nuk realiteti i qenies të Allahu xhalla xhelalu nuk përngjason asesi me realitetin e qenieve tjera. Fa dhatuhu ta'ala tukhalifu sa'ir adh-dhawat bi haqiqatiha. Për arsye se qenia Allahu xhalla xhelalu është kundërshtim me gjithë qenjet tjera përveç, domethënë me gjithë krijesat tjera në aspektin e qenies. Wa shattana ma bayna haqiqatihi ta'ala wa sa'ir al-haqaiq. Dhe ka një dallim shumë të madh mes qenies të Allahut edhe qenies të krijesave, realitetit të Allahut xhalla xhelalu edhe realitetit të krijesave. Fa Allahu ta'ala wajibul wujudi. Allahu xhalla xhelalu thot është ekzistencë patjetërsueshme. Domethënë nuk mund paramendohet mos ekzistenca e krijuesit. Yastaghni bi dhatihi an kulli ma siwa. Allahu thotën është i pavarur nga të gjithë tjerë. Nuk ka nevojë Allahu xhalla xhelalu për askën tjetër. Amma ma siwa, mirë, por çdo send përveç Allahu xhalla xhelalu, fa huwa mumkin. Është ekzistencë e cila mund ndodhen, mund mos ndodhen. Ekzistenca e Allahu xhalla xhelalu është ekzistencë patjetërsueshme. Nuk mund paramendohet mos ekzistimi i qenies krijuesit. Mirë, po sa i përket çdo send tjetër përveç Allahu xhalla xhelalu, mund të ekzistojë dhe mund të mos ekzistojë. Për shembull arshi ka mund të ekzistojë, më pas Allahu xhalla xhelalu e ka krijuar. Domethënë ekzistencë e mundshme, edhe njeriu, qenia e njeriu, është ekzistencë patjetërsueshme, jo. Është ekzistencë e mundshme. Nikos ka ekzisto, më mbrapa ekziston, më mbrapa mbas nikon, ndoshta kur thot Allahu xhalla xhelalu kur diçka të rruaj krit, nuk do mbesa asnjë send, atëse ket asnjë. Domethënë është ekzistencë e mundshme. E yaftaqiru wa yahtaju ila ghayrihi. Domethënë çdo send përveç Allahu xhalla xhelalu është ekzistencë e mundshme, e cila është në nevojë për dikën tjetër. Në këtë rast Allahu xhalla xhelalu. Domethënë këtu është dallimi midis qenies krijuesit edhe të gjithë krijesave tjera. Se ekzistenca e krijuesit është ekzistencë e pavarur për askën tjetër. Mirë, po çdo send tjetër përveç krijuesit varet nga vullneti i krijuesit, domethënë Allahu xhalla xhelalu. Tash dalim ke e para ku thotën Imam Nesafiu leysa bi aradin. Qenia Allahu xhalla xhelalu kur fillon të flasë se nuk ngjan krijesave, të parën çka e përmend, çka thot Allahu xhalla xhelalu nuk është veti. Domethënë nuk është aksident. Në çfarë aspekti? Në aspekt se el aradu muhdathun wa yastahilu baqahu wallahu yatanazzu an dhalik. Kur kemi diskutuar për aksidencat, vetit, kemi thënë se ata kanë fillim. Çdo kush për aksidencave ka fillim, lëvizja dhe mos lëvizja. Çdo send e cila lëvizë ka fillimin e vet edhe përfundimin e vet. Ngjyrat e kanë fillimin e vet, e kanë zbehjen edhe shkatrimin. Çdo send e cila është veti ka fillim dhe ka mbarim. Neve kemi përmend këtë me argumente e ligjëratat e kaluara. Domethënë secila veti, ngjyrë apo erë apo pavarësisht cila është, ka fillim edhe ka mbarimin e vet. Edhe është e pamundur çka? Kjo e cila ka fillimin e vet tjetë e përreshme, por çdo erë ka mbarim. Se është një ligj i cili thot, çdo send e cila ka fillim ka mbarim. Edhe vetit, por derisa ka fillim,
siç e diskutuam ke fillimësia e gjithësisë, përderisa vetit kanë fillim, atëherë i bie se ata është e pamundshme të jenë të përhershme. E thot Allahu xhela xhala është i pastër nga ky koncept. Për arsye se ekzistenca e Allahut është e përhershme pa fillim, ekzistenca e Allahut është e përhershme pa mbarim. Ekzistenca e vetive është fillimtare edhe përfundimtare. Mu për këtë kjo është dallimi i parë, çka është me disa Allahu xhela xhalalu edhe qenies Allahut edhe vetive. Dallimi i dytë, al-aradu yahtaju ila al-jawhar fi taqwimihi wa tahaqquqihi. Cilësit, vetit, çdo herë kanë nevojë për një trup ku të shfaqen. Ndryshe nuk mund shfaqen. Domethënë janë nevojshme për të shfaqur, kanë nevojë për diçka çka të ekzistojë. Mirë po qenia Allahu xhela xhalalu nuk ka nevojë për asnjë sen çka të ekzistojë. Po për këtë kjo është dallimi i dytë, se vetit për të ekzistuar edhe për të shfaqur detyrimisht do të shfaqen kanë nevojshmëri për trupat. Mirë po qenia Allahu xhela xhalalu nuk ka nevojë për askënd. Mu për këtë kjo është dallimi i dytë edhe themi se Allahu xhela xhalalu ekziston, mirë po nuk është i pastër nga cilësitë që cilat neve i përmend. Domethënë nuk është cilësi, nuk është arad. Tjetër çka thot profesori, thotë wa yatarattabu ala intifa' al-aradiyya an dhatihi tanazzuhu azza wa jalla an kayfiyati surati. Edhe tash kur neve pohojmë se Allahu xhela xhelalu është i pastër nga vetit, siç e pohojmë tash, nga fakti se vetit kanë fillim edhe kanë mbarim, Allahu është i përhershëm pa fillim, i përhershëm pa mbarim, janë dy sende të kundërta njëra me tjetrën, pra është i pastër nga kjo cilësi. E dyta, secila veti ka nevojë për dëni trup për të shfaqur, domethënë është e nevojshme me diçka. E në çdo send e cila ka nevojë për diçka nuk mund të jetë krijues, nuk mund të jetë qenie supreme. Mu për këtë Allahu është i pastër nga vetit. Edhe tash, neve kur pohojmë se Allahu xhela xhela nuk është veti. Në këtë aspekt neve kemi mohu edhe çka, edhe ngjyrën e Allahut. Për arsye se ngjyra çka është? Ngjyra është veti. Por derisa është veti atë Allahu xhela xhela është i pastër nga kjo. Edhe kjo shumë nxënësit cilët janë në gjimnas, kur diskutojnë me profesorët atje, ndoshta në lëndën e filozofisë, shpesh profesori kur dëshiron të debatojnë me distinëve të cilët thonë neve besojmë në krijuese dhe nxënësit cilët nuk besojnë, çka ndodh debati? Profesori pyetën e parë, cilën u bën shpesh shumë nxënës më ka thënë, thotë çfarë ngjyre ka krijuesi? Çfarë ngjyre ka Zoti? Kjo është pyetja që na bëjnë profesorët shumë nxënësve të cilët e din mundohen ta mbrojnë besimin e vet, edhe ai si profesor ateist, edhe pyetja e parë që në parashon thotë çfarë ngjyre ka krijuesi? Ne vetë çka themi? Ne vetë themi se ngjyrat janë veti. Edhe kanë fillim kanë mbarim. Ekzistenca e krijuesit është komplet ekzistencë ndryshe nga ky realitet. Mu për këtë themi se Zoti ekziston pa nuk ka ngjyrë. Po çfarë arsye? Për arsye se qenia e Zotit është përhershme pa fillim e përhershme pa mbarim. Ngjyra është veti, vetit kanë fillim, kanë mbarim, për atë Allahu është i pastër nga është mohot ngjyra. Po ashtu mohot errat, po ashtu mohot lagështia apo nxehtësia, të gjitha këta janë veti të cilat shfaqen në trupa, lëvizja, edhe mos lëvizja, edhe këta janë cilësi. Në këtë fakt, nëse të e kupton këtë realitet se Allahu nuk është veti, atëherë ka arrit përfundojsh se Allahu është i pastër, nuk i përshkruhet ngjyrë, nuk i përshkruhet erë, nuk i përshkruhet faktikisht nxehtësi apo ftohtësi, nuk i përshkruhet lëvizje, e mos lëvizje, se këta janë cilësi të vetive, edhe vetit janë krijesa. Edhe këto bie që këto faktikisht përfundojmë qartazi se qenia Allahu xhela xhelalu dallon plotësisht nga krijesat cilat janë vetit. Është në parë, është në qartë kjo që thomi se Allahu xhela xhelalu ekziston pa domethënë lejse bi aradin, ku thotë Imam Nesefi Allahu xhela xhelalu nuk është veti, nuk është në aksident, këtë qëllim e ka. Domethënë se këta kanë fillim edhe kanë mbarim, Allahu xhela xhelalu është i përhershëm pa fillim edhe pa mbarim. Çka thotë Imam Abu Mu'in an-Nasafi në librin e njohur Tafsiratul Adilla, cila është nga librat literatura kryesore, nga literaturat dietar të mëdhi edhe nga librat literaturë kryesore të akidës Maturidiyya, po edhe më gjerë. Çka thotë? Thotë: "Thumma ta'ammalna fa'alimna anna al-ma'na alladhi li ajlihi kana al-'arad wa 'aradan." Më pas mbasi përmendën këta cilët i përmendëm në deri tash, e thotë tash ne vendalemi edhe mendohemi edhe studiojmë. Edhe shohim se kuptimi real, arsyeja për të cilën aradi, vetit, u quajtën aksidenca, është se hua istihalatul baqa, për arsye se vetit nuk mundet të ekzistojnë përhershme. Nuk janë faktikisht ekzistenca të përhershme, janë ekzistenca fillimtare dhe përfundimtare. Dhe kjo është dallimi midis vetive edhe qenies Allahu xhela. Mustahilun 'ala al-bari 'azza wa 'ula. Është
e pamundshme çka qenia Allahu xhelaxhelalu ti përshkruhet një pjesë e këtyre cilësive. Për çfarë arsye? Për arsye se qenia e tij është supreme, përreshme pa fillim e përreshme pa mbarim. Edhe çdo cilësi, çdo atribut cilin e ka Allahu xhelaxhelalu është i përhershëm pa fillim, është i përhershëm pa mbarim. A neve nëpërmjet tinëve kemi vërtetuar se këta ekzistojnë, mirë po ekzistojnë me ekzistencë fillimtare edhe ekzistencë përfundimtare. Kjo është dallimi thotë çka neve na bën qartë se Allahu xhelaxhelalu është i pasur nga këtë cilësi. Idhal qawlu bi qidam ma la baqa lahu muhal. Për arsye thotë se themi neve se cilësit janë të përreshme pa fillim, përderisa ata shfaqen një kohë dhe përfundojnë, atëherë kjo thotë është e pamundshme. Domethënë gjithë cilësit shfaqen edhe përfundojnë një kohë të caktuar. Allahu xhelaxhelalu është i pasur nga kjo. Domethënë në dy fjalë, Allahu xhelaxhelalu është i pasur nga vetit edhe ata cilët janë aksidenca apo arat në gjuhën arabe. Vazhdojmë ke pjesa e dytë, ku thotë Allahu laysa bi jawhar. Edhe Imam Nesafiu po hanket. Domthonë e citon se Allahu xhelaxhelalu nuk është ku themi ne Allahu xhelaxhelalu nuk është thelbësari. A u kujtohet kur kemi diskutuar se nëse krijesat janë pjesë të përbëra, nga faktik pjesë të përbëra të bashkuara njëra me tjetrën. Nëse ne shkojmë deri në detaj, detyrimisht do të vrojmë ke el juz'u alladhi la yatajazza. Faktikisht thelbësari pika 1 e cila përbën gjithë sendat duke bashkuar jo me një tjetër. Domethënë është logjikisht, praktikisht neve nuk mund të arrijmë kjo. Një pjesë e dietarëve kanë përmend atomin, kanë thënë atomi më i vogël, por përse kanë ardhur zbulime të tjera, për atë dietarët kaluam çka kanë thënë është pjesa e cila nuk mund të dahet. Domethënë detyrimisht neve do të mrrim ke një pjesë e cila nuk mund të dahet më, nga cila fillojnë të formohen të tjera. Një pjesë fraksioneve kanë më humbur këtë, një pjesën e el-juzul, domethënë thelbësori nga cila përbën të tjera. Por po dietarët çka kanë thënë? Kanë thënë nëse ti e mohon këtë, atëherë ku është dallimi midis një elefantit edhe një miut? Për arsye për një elefant ka shumë kështu pjesë të vogla të cilën e bashkon për të prodhuar gjithë këtë qenie e madhe elefantit. Por për një mit vogël duhet më pak. Nëse kjo s'të ekzistonte, atëherë do ishte barabartë miu me masinë e elefantit. Domethënë detyrimisht pjesa thelbësori e pjesa më e vogël e mundshme ekzistuese ekzistonën. Edhe sa më shumë shtohet numri i kësaj, aq më shumë formohen faktikisht kombinime ndryshme, edhe mbas asaj shfaqet krijesa cilën e shohim. Mund të jetë ajo e vogël si miu, mund të jetë e madhe si elefanti, faktikisht e cila ka më shumë pjesë saj. Për atë kanë thënë dallimi midis malit edhe me një tjetër. Atë nëse ti e mohon këtë, atëri bie mali është i njëjtë me një pjesë tjetër, por ashtu se grimca të cilët përbohet ai janë barabarta me grimca të cilët përbohet kjo shisha e ujit. Domthonë kjo detyrimisht ekziston. Çka thotë Imam Nesafi? Pasi thotë se Allahu nuk është veti. Më brapa thotë, domthonë leysa bi arad. Më brapa thotë leysa bi jawhar. Domthonë Allahu xhelaxhela nuk është thelbësari. Kjo pyetje nuk qenia e Allahut është e pasur nga atribimi i tij me këtë cilësi. Kama an Allah Taala leysa bi arad 'inda sadil maturidi, po ashtu edhe çka Allahu xhelaxhela nuk mund ti atribuot atij vetit ose aradia. Fa leysa bi jawharin aidan, po ashtu Allahu nuk është thelbësar. Pjesa jawhar, pjesa e parë nga cila përbën pjesët tjera. وذلك بالرجوع إلى المعنى الجوهري في اللغة فإن الجوهر في اللغة هو أصل شيء وسمي الجزء الذي لا يتجزأ جوهرا لأنه أصل المركبات والله تعالى ليس بأصل المركبات فلا يكون جوهرا. Por arsye se nëse do të kemi kuptimin e thelbësor gjuhësisht, gjuhën arabe, çka është? Është në baza e sendit nga cilat përbohet diçka. Domethënë nëse marrim një gotë ujë, ajo do të dahet disa pjesë përbërëse, domethënë deri ke thelbësori nga, domethënë thelbësori është ai i cili me bashkimin e dy apo më shumë pjesëve formohet një trup. Allahu xhelaxhela nuk i përkon këtë realiteti, por arsye se qenia Allahu xhelaxhela nuk është pjesë përbërëse e diçka e cila shërben për tu formuar diçka tjetër. Këtu të ndalemi ke faktikisht edhe ke një pjesë tjetër që ne do ta lexojmë. Çka thotën? Thotën profesorion, fali anna al-jawhar al-madi min lawazimi at-tahayyuz. Por çfarë arsye thot dallimet tjera ndërmes qenies së Allahu xhelaxhelalu edhe jawharit, i cili është thelbësori. Thotën e para, thelbësori thot është prej sendeve të cilat i ka patjetërsueshme ekzistenca e thelbësorit është se ai ekziston me kufizim. Domethënë zën pjesë në hapësirë. Wa an yakuna fi jihati min al-jihat. Domethënë e para, e cilësi e çdo se thelbësori është trupi më i vogël i cili nuk mund të ndahet. E tash ky trup detyrimisht zën pjesë në hapësirë. Domethënë është i kufizuar me kufit e vet edhe zën pjesë në hapësirë. E dyta, cilësi e cila është në thelbësorit është se detyrimisht gjendet në një anë, ose gjendet sipër, ose poshtë, ose gjathtas, ose majtas, ose para, ose mbapa. Në njërin pihanëve detyrimisht duhet të jetë ekzistenca e tij.
Wa an yakuna mahdudan. Po ashtu mutanahin thelbësori detyrimisht do të jetë i kufizum edhe të ketë përfundimet e veta. Ndërsa Allahu xhela xhelal është i pastër nga domethënë ekzistimi në hapësirë, po ashtu është i pastër nga ekzistimi në njëra anë prej gjashtë anëve të mundshme, po ashtu është i pastër nga përkufizimi. Domethënë përkufizimi Allahu xhela xhelalu me faktikisht me hapësirë dhe me kufi. Tash, për ta kuptuar thelbësorin, domethënë thelbësori është trupi më i vogël i cili ka këta tre cilësi. Ekziston zëm pjesë në hapësirë, është në kufizum edhe detyrimisht ekziston në njërin nga gjashtë anët. Allahu xhela xhelalu është i pastër nga komplet nga gjithë ta cilësi cilët neve i përmendëm. Po ashtu, kema an al-jawhar al-madi muhtajun ila hayyizi wa ila a'radihi al-mushakhkhas lahu. Po ashtu thot, shtoja kësaj se çdo trup i vogël, i faktikisht trupi një i më i vogël në ekzistencë, detyrimisht ka nevojë të jetë kufizum. Po ashtu ka nevojë të ketë edhe faktikisht cilësi të tjera të cilat do të njihet, domethënë edhe cilësi të tjera çka i ka përreth i trupit. Kama annahu murakkabun min al-haqiqati al-jawhariyya wa min al-mushakhasati wal-ihtiyaj wa tarkibi yunafiyani al-wujub al-dhati. Tash, kur ta shohim se trupi më i vogël i mundshëm ka nevojë për gjithë ta cilësi, atëherë do të përfundojmë se këta janë cilësi të krijesave. Edhe Allahu xhela xhelalu është i pastër nga çdo cilësi e cila atribuohet krijesave. Këta cilësi janë ekstra vetëm për krijesat, asesi për Allahu xhela xhelalu. Wa aidan po ashtu shtojmë se lau kana jawharan, nëse Allahu që ne Allahu do të ishte jawher, do të thotë trup. Detyrimisht atëherë do të ishte ose i lëvizshëm ose i pa lëvizshëm. Për arsye se ne kemi thënë se çdo trup i më i vogël i ekzistues, themeluesi, themelori, ai kur shfaqet edhe me vetit. Vetit cilat janë lëvizja dhe mos lëvizja janë veti. Edhe trupi kur shfaqet faktikisht do të fatet me këta veti. Domethënë do të jetë lëvizja dhe mos lëvizja. Çdo themelor i cili do të supozojmë se do të ekzistojë, detyrimisht do të shfaqet me këta dy cilësi, cilat janë lëvizja dhe mos lëvizja. Ndërsa mirë po lëvizja dhe mos lëvizja janë cilësi fillestare. Edhe çdo send e cila përkufizohet me fillim dhe me mbarim, Allahu xhela xhelalu është i pastër nga kjo. Mu për këtë themi se Allahu xhela xhelalu është i pastër nga mund të thëmë me gjauherizmi, apo të thëmi se Allahu xhela xhelalu t'i atribojmë këtë cilësi qenies të Allahu xhela xhelalu. Është në qartë deri këtu? Domethënë Allahu xhela xhelalu nuk është gjauher në këtë kuptim. Domethënë pjesa më e vogël përbërëse. Çka thot Imam Ibn Barakat në Sefiu tjetër, në al-i'timad fi al-i'tiqad, çka thot? Wa qad thabata anna as-sani' qadimun, fala yakunu jawharan. Është vërtetuar sot në kaluam, domethënë kemi vërtetuar edhe neve me argumente se Allahu xhela xhelalu është i përhershëm pa fillim. Mirë, po kur diskutojmë për gjauherin, neve diskutojmë herën e kaluar se gjauheri për tu shfaq detyrimisht duhet me vetit. Vetit kanë fillim. Domethënë kur shfaqet edhe gjauheri dhe vetit shfaqen së bashkarisht, atëri bie në gjauheri ka fillim. Domethënë themelori i parë, materia e parë nga cila përbën dy sende tjera që marrin formësim trupat, nëse dajmë pjesa këtu më të dalim ke pjesa e cila nuk ka ndasi. Është në ajo nga ajo cila themelohen sende tjera, edhe tash kjo kur shfaqet, detyrimisht shfaqet me cilësi, me ata cilësi të cilat kanë fillim dhe kanë mbarim. Ndryshe nuk mund të ekzistojë përveç se me ato cilësi. Por derisa kjo nuk shfaqet me sende të cilat kanë fillim, përveç se me sende të cilat kanë fillim dhe kanë mbarim, atëri bie edhe materia ka fillim dhe ka mbarim. Atëri bie se qenia e Allahut është e përhershme pa fillim. Neve vërtetojmë se gjauheri është fillestar. Mu për këtë kjo dallimi tjetër çka themi se Allahu nuk është gjauher. Atë çka thot Imam në Sefiu. Çka thot Imam Alauddin al-Asmandi? Thotën: "Wala yajuzu itlaqu al-ism al-jawhar ala Allah." Po nuk lejohet të thomi Zoti gjauher. Domethënë pjesë themelori. Lianna al-jawhar fi al-lugha huwa al-asl. Për arsye se gjauher në lugha është themelori nga cila përbën sende të tjera. Yuqalu fulanu min jawharin sharif. Njeriu është pini bazë, pini fësi të mirë. Domethënë ka rronjën e mirë. Wa unsurin karim, domethënë element i ndershëm, domethënë është fis i mirë. ولهذا سمي الجوهر جوهرا لانه اصل الاجسام. Mu për këtë gjauheri është për këtë për arsye se kjo është baza nga e cila përbën truprat. Allahu xhela xhelalu është i pastër nga kjo. Lian al-ajsam tatarakabu minhu, se trupat formohen nga gjauheri. Wa kana itlaqu hadha al-ism ala Allah ta'ala, ana nëse dikush ja thot këtë, ja atribon Allahu xhela xhelalu gjauherin, thot Allahu al-jauher, itlaqu ismin la ma'na lahu wa huwa batil. S'ka kuptim. Për arsye se Allahu është i përhershëm pa fillim, gjauheri ka fillim. Edhe nëse i thot Allahut me këtë e ke dal devijim, në kjo është batil për çfarë arsye? Se i ka atribu Allahu xhela xhelalu një cilësi faktikisht e cila nuk përkon me qenien e tij. Besoj është e qartë në pjesa e dytë ku themi se Allahu xhela xhelalu nuk është gjauher, nuk është thelbësor.
Vazhdojmë me pjesën tjetër ku Allahu xhallal xhelalu është i pastër nga trupëzimi. Allahu nuk është trup. Tanazzaha anil jismiyah wa lawazimiha. Allahu xhallal xhelalu është i pastër nga trupëzimi. Domethënë trupi çka është? Ajo e cila përbohet nga 2 e më shumë themelor. Edhe ajo faktikisht shfaqet në 3, i ka 3 dimensione. Domethënë gjerësia, gjatësia edhe thellësia. Për të shfaqur se këtu ka diskutime me disa filozofëve dhe dietarëve se faktikisht këta dimensionet, mirë po ajo çka është e përgjithshme janë këta 3 dimensione. Çdo trup do të ketë gjonsin, gjatësinë edhe thellësinë për të marrë dimensionin faktikisht për ta pasur kjo libra ka gjatësinë, gjerësinë edhe thellësinë. Domethënë kur diskutojmë për trupat, Allahu xhallal xhelalu është i pastër nga trupi, është i pastër nga trupëzimi. Për arsye se trupëzimi domethënë përbërja e 2 sendeve më shumë. Ata 2 sendet janë të varme nga njëra tjetër që të ekzistojnë. Edhe nëse një pjesë e Zotit do të ishte varme nga pjesa tjetër, atëri bie që nuk është krijues, se ka varësi për diçka. Aqena supreme në asnjë aspekteve nuk ka varësi për dikën tjetër. Fala yattasifu Allahu xhallal xhelalu po ashtu thotë nuk i atribuohet kem. Çka është kem? Kem është në sa. Kur diskutojmë për qenën Allahu xhallal xhelalu, nuk gëzojmë pysim sa. Sa është i pastër nga a pyetja e cila sa kush është kush vjen pas pyetjes sa. Domthonë një pjesë e madhe sendeve të cilat përbën sa ka ky send për shembull. Mirë, pa Allah është i pastër nga kjo. E dyta, wala bi kayf, edhe si. Edhe kjo nuk parashtrohet si pyetje për Allahun xhallal xhelalu. Wala bi shakl, as formë. Edhe kjo çfarë forme ka Allahu, as kjo pyetje nuk pyetet. Po ashtu wala bi lawn, po ashtu çfarë ngjyre ka. Është në qartë, domethënë trupi, çdo trup ka formë, edhe ka pjesë përbërëse, të cilët mund t'i numërojnë edhe sa pjesë përbërëse të cilët i ka ajo. Edhe ka formë, edhe ka mënyrë ngjyrë të vetën. Mirë, po Allahu xhallal xhelalu është i pastër, siç e përmendën nga ngjyra, nga forma, nga kejfi, domethënë nga se si është qenia e Allahu xhallal xhelalu. Çka thotë profesori? Thotë kështu. إذا بطل كونه عرضا وكونه جوهرا بطل كونه جسما لأن الجسم هو المركب من الجوهر والأعراض. Thot neve e diskutojmë më parë se Allahu xhallal xhelalu nuk është veti. Po ashtu e diskutojmë se Allahu xhallal xhelalu nuk është jauher, themelor, nga e cila përbohen trupat. E tash kur vërtetohet se nuk është veti, nuk është themelor, atëherë detyrimisht nuk është as trup, se trupi përbohet nga këta 2 sende të cilët neve i parapërmendëm. E para. E dyta. En el-jism muqaddarun daruratan. Çdo trup është një përkufizum detyrimisht. Nuk ka deni trup I cili ekziston përveç se është I përkufizum ekzistenca e tij. Domthonë zgjen pjesë saktume në hapësirë edhe ka kufit e veta dhe detyrimisht gjendet lart, poshtë, gjatë, majtas, para apo mbrapa. Domthonë trupi është realiteti I kësaj trupit. Wal muqaddaru yajuzu an yakuna asghar wa akbar mimma huwa alayhi. Edhe çdo send e cila ekziston, e cila faktikisht është trup, detyrimisht ose mund të jetë më e madhe, ose mund të ketë sende më të ndjenja pas saj, ose të më të vogla pas saj. Allahu xhallal xhelalu është I pastër për kësaj. Po ashtu vazhdojmë edhe ke treta. En el-jism labud an yakuna ala suratin muayyana. Çdo trup do të ketë një formë të ekzistencës. Do të ketë një formë në cilën ekziston. Nuk ka trup I cili ekziston përveç se ka edhe formën e vet ekzistuese. Allahu xhallal xhelalu është I pastër nga formësimi. Më pas thot profesorin el-jism huwa dhil ab'adi al-thalatha, këtë cilën e përmendon. Çdo trup I ka 3 dimensione të cilat ekziston. Allahu xhallal xhelalu është I pastër nga këta. Domethënë neve vërtetojmë se Allahu nuk është veti, lejse bi aradin. E vërtetojmë se Allahu nuk është jauher, lejse bi jauherin, domethënë themelor, thelbësori. Po ashtu vërtetojmë se Allahu xhallal xhelalu nuk është as edhe trup. Lidhe me këtë Imam Nuruddin As-Sabuni në El-Kifaya fil Hidaya. Ka 2 imamlar të mëdhi faktikisht 3 Ebul Mu'in an-Nasafi. Është në minjër imami I 2 mbas Imam Maturidit më vet. Kjo është në imami I 3 mbas Imam Maturidit, domethënë Imam Nuruddin As-Sabuni. Domethënë në tek Maturidit. Domethënë kjo është literatura kryesore bazë e Maturidive. Çka thot? Al-qawlu fi istihalati kawnihi jisman aw dha suratin. Ne diskutojmë sot tash në lidhje me çështjen se është e pamundshme të ekzistojë të jetë që në Allahu xhallal xhelalu trup apo të jetë formë. وإذا ثبت بما ذكرنا أنه تعالى صانع العالم ومنشئه. Neve thotë e përmendëm të kaluarën, edhe vërtetojmë se Allahu xhallal xhelalu është krijuesi I dynjas dhe ai I cili zhvillon dhe ndërton dhe faktikisht e mban ekzistencën e kësaj dynjaje. Ba'd al-adami, basi kjo dynja nuk ka ekzistuar. Domthonë qenia e Allahut është e përshtatshme pa fillim. Çdo se ngjësia çka e shohim nuk ka ekzistuar niko. Allahu është ai I cili nxorri këtë ekzistencë nga mos ekzistenca. Kur dominonte mos ekzistenca,
ekzistenca vetë Allahu xhela xhelalu, ai është I cili e nxorr këtë në ekzistencë, e nxorrin pa. Wa huwa wajibul wujud. Allahu është ekzistencë e patjetërsueshme. Wala yata'allaqu wujuduhu bighayri. Edhe ekzistenca e Allahu xhela xhelalu nuk lidhet me ekzistencën e dikujt tjetër. Domethënë ekziston vetë. Bel thabata wujudu ma siwahu bi ijadi. U vërtetu se çdo sen që ekziston përveç Allahu xhela xhelalu ekziston me krijimin e Allahu xhela xhelalu. Domethënë ai është ai I cili e ka kriju. Fa thabata istihalu takuni jisman aw dha surat. Këtë formë thot vërtetohet se Allahu nuk është trup, ani nuk ka formë. Për arsye se format edhe trupat s'kan ekzistuar. Ka ekzistuar vetëm Allahu xhela xhelalu. Më pas I ka kriju trupat edhe ka kriju format. Atëherë detyrimisht Allahu është I pasur nga këto cilësime. Më pas ka thot: "Wa za'amat al-yahudu", mirë po jehudit kanë mendo, "wa ghulatu ar-rawafid", edhe të devijuar në pjesë devijantëve të rafidive, shiave, wal mushabbiha, edhe për ngjasuesit, wal karramia, këta janë një sekt karramitën e këta faktikisht janë një sekt cilët kanë bërë përgjasime midis Allahut edhe krijesave. Kanë shkuar më deri atë nivel sa që kanë thonë edhe Allahu është trup. Çka kanë thonë? Annahu jism, kanë thonë këta se Allahu është trup. Wa Hisham ibn al-Hakam wa man tabi'ahu yasifu bis-sura. Hisham ibn Hakemi, faktikisht nuk duam të tim detajet e kush ka qenë kur ka jetë umur, çka kanë thonë pasuesit e tij, çka kanë thonë? Kanë thonë Allahu xhela xhelalu ka edhe formë. Karramit I kanë përshkruar Allahu trup. Mirë po këta Hisham ibn Hakemi dhe pasuesit e tij kanë thonë Allahu xhela xhelalu çka? Allahu ka formë. Wa qad hukiya anhu fi dhalika khurafat. Në lidhje me këtë person Hisham ibn Hakemi, në lidhje me këta mesele thot Imam Nuruddin Sabuni, janë treguar shumë devijime të mëdha të cilat I ka pas. La yahillu li'aqilin an yatafawwaha biha fadlan min an yuthbitaha fi kitabin. Nuk I ngjan thot, nuk I takon një njeriu I cili ka mend thot Imam Nuruddin Sabuni, këta sende ti shqiptua. Le më të vazhdua dhe ti shkruaj këta në ndonjë libër. Domthon aq tulta janë këta devijime. فنقول më pas të neve themi se qad bayyana an al-jism huwa al-murakkabu 'an al-jawahir. Neve kemi treguar se kemi vërtetuar se çdo trup është I përbërë nga pjesë përbërëse shumë të himta të cilat janë jawheri, themelori, nga e cila fillon praktikisht kombinimet edhe formësimi I trupave. Wa idha istahala kaunuhu jawharan istahala kaunuhu jisman. Edhe kur është e pamundshme çka Allahu të jetë jawher, detyrimisht është e pamundshme çka Allahu të jetë trup, se trupi përbëhet nga jawherat. Domethënë këta janë tre sendet të cilat neve I kemi diskutuar deri tash. Domethënë Allahu xhela xhelalu nuk është jawher, nuk është thelbësor, Allahu nuk është faktikisht vetien, Allahu xhela xhelalu nuk është trup, është I pastër nga trupësimi edhe çdo send e cila është trup edhe nga çdo cilësi e cila është cilësi e trupave. Tash dalim ka argumentimi I kësaj me ajet Kuranit. Çka thot Allahu xhela xhelalu? Leysa kemithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Askush nuk I ngjan Allahu xhela xhelalu, edhe ai është ai I cili dëgjon, ai I cili dëgjon gjithçka edhe sheh gjithçka. Këtë çështje ajetit leysa kemithli shay', askush nuk I përngjan Allahu xhela xhelalu. Duhet kuptohet sakt kjo ajet. Për arsye se në kuptimin e parë nëse e shohim, leysa kemithli Allahu nuk I përngjan askush, atëherë në mënyrë indirekte neve kemi pohuar se Allahu ka një formë ose ka një formë e cilën ekziston, mirë po nuk I përngjan askush për formave të njerëzve. Nuk është ky kuptimi I parë cilin neve kuptojmë ky ajetit. Kuptimi real është se Allahu xhela xhelalu ekziston pa formë. Domethënë kur themi se Allahu nuk I përngjan askush nga krijesat, kemi për qëllim se dallimi qëndron se krijesat kanë formë e Allahu ekziston pa formë. Jo se Allahu ka një formë që krijesat nuk e kanë. Është në qartë, çdo herë kur lexohet kjo ajet, duhet dihet se nën kuptohet prej ajetit se në rregull, Allahu domethënë ka një formë që nuk e kanë krijesat. Ama kjo gabim, kjo bindje gabuar, sa atëherë I ka provuar, I ka atribu formë Allahu xhela xhelalu. A në forma kufizimi është cilësia e krijesave. Domethënë këtu ndodh devijimi. Mu për këtë, kur themi se Allahu nuk I përngjan askush, e kemi për qëllim se Allahu nuk ka formë, edhe çdo kush tjetër përveç Allahut ka formë, cilën formë ja ka dhënë Allahu xhela xhelalu. Kjo është dallimi I cili forma e saktë si do të kuptohet ky ajet. Kjo është me argument nga Kurani. Tash do të sjellim edhe një argument logjik, e cila e mohon faktikisht përngjasimin e krijuesit me krijesat e veta. Këtë përmend profesori jon çka thot? Amma dalilu al-aqli ala mukhalafatihi ta'ala lil hawadith, ndërsa argumenti logjik e cili e vërteton se Allahu xhela xhelalu qenia e krijuesit dallon plotësisht nga
qenia e krijesave, nga realiteti i krijesave, fa huwa annahu ta'ala law kana mumathilan lil alami fa imma an yumathilahu min jami' al wujuhi aw min wajhin duna wajhin. Thotën, e tash, neve themi se Allahu xhela xhelal nuk përngjason në asnjë formë në forma të mundshme me krijesat. Me po supozojmë sikur Allahu përngjason, thot, ose do të përngjasua në gjitha aspektet, ose do të përngjasua në disa aspekte nuk do të përngjasua me krijesat e veta. E diskutojmë tezën e parë. La jaiza an yakuna Allahu mumathilan lil alami min kulli al wujuh. Nuk mund të është e pamundur çka Allahu të jetë i njëjtë me njërin prej krijesave ose me krijesat në gjithë format e mundshme. Për çfarë arsye? Wa illa lazima qidam al alam. Por ndryshe thotë do të ishte atëherë edhe dynjaja përreshme pa fillim. Po të ishte e njëjtë si krijuesi, si krijesa, atëherë do të ngjashoshin këtë aspekt. Edhe krijesat do të ishte përreshme pa fillim, edhe krijuesi përreshëm pa fillim. Por ne vërtetojmë se gjithë krijesat kanë fillim. Au huduth al bari wa kilahuma muhal. Është në qartë. Domthonë nëse do të përngjasote krijuesi me krijesa në gjitha aspektet, atë nuk do të kishte dallim midis krijuesit edhe krijesave. Për arsye se të dyja të dy palët do të ishin përreshme pa fillim. Ne kjo është e pamundshme se neve diskutojmë në fillim kur folëm për vahdania, për cilësinë, njëshmërinë e Allahut xhela xhelalu se nuk mundet, nuk ka formë të ekzistimit dikujt tjetër përveç Allahut me ekzistencë përreshme pa fillim. Në këtë formë bie teza e parë. E dyta, nëse do të kishte përgjasim me disë krijuesit edhe krijesave në disa cilësi apo në disa aspekte tjera jo. Wa kadhalik la yajuzu an yakuna lillahi mumathilan lil alami min wajh duna wajh. Po ashtu thotë e pamundshme, është në çka Allahu dikush pi krijesave të ngjajë ndonjërin nga aspektet e mundshme. Wa illa lazima an yakuna muhdithan min wajhin wa aw yakuna al alamu qadiman min wajhin wa kilahuma muhal. Por ashtu se nëse ne veprojmë se një aspekt pi aspekteve krijuesi ngjan me krijesat, atëherë bie në këtë aspekt Allahu xhela xhelalu është fillimtar. Domethënë një pjesë e qenies të krijuesit, pi cilësive të krijuesit janë përreshme pa fillim, atë një pjesë pi cilësive të krijuesit, një pjesë e qenies krijuesit atëherë do të ishte me fillim, se do të ngjatë ekzistencës të krijesave të cilat janë fillestare. Për atë bie poshtë teza se Allahu xhela xhelalu nuk përngjason me krijesat në asnjë formë të mundshme, po edhe nëse diskutohet edhe një aspekt, edhe ai aspekt bie poshtë si tezë. Domethënë me këta vetëm se kemi përfunduar për atë çka doshim ta lexojmë neve sot, edhe nëse ka ndonjë pyetje tjetër, neve mund ta diskutojmë. Po pika e shkurtë atë çka e përmendëm është se Allahu xhela xhelalu është ekzistencë e cila nuk i përngjan askush pi krijesave. Mu për këtë e përmendëm Xhauherin, e përmendëm Aradin, e përmendëm gjismin, trupin, themelarin edhe vetit. Por arsye se çdo kush pi krijesave përmend nga të treja këta. Ne kur e vërtetojmë se secila aktive nga të trejave nuk përkon me qenën e Allahu xhela xhelalu, atëri bie çdo krijesë e mundshme përveç Allahut nuk i ngjan krijesë, fa nuk i ngjan qenies të krijuesit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.